kemi pas edhe dy momente të rëndësishme në këtë showbizin tonë. Këtë që kemi, edhe dua të diskutojmë pakës. E pam pas shumë zhurmës që u bën paraqitjen e parë publike bashkë mbrëm të Brikenës dhe Mateos. Nuk e ke pa? Shqyqër, i kom pa, se më kanë orë mesazhe. Më kanë orë mesazhe të thonë që diskutojnë edhe temën e Mateos të Brikenës, se na tranun, Zoja, a janë lidhja, nuk janë, Zoja nuk e di. Zoja nuk e di, nuk din çfarë përgjigje me auton, po unë mendoj që ata janë bashkë. Nashta veç ju ka vyt pak më shumë vëmendje për pozicionet tash që i kanë në televizion ose emision cilin ata që e kam po. Edhe po mendoj që ata janë një qetë që nuk ndohen edhe aq lehtë. Brikena dhe Mateo e kanë një lloj dashnie, një lloj simpatie për njëri për tjetrin që e kanë rezervuar menën e beg, e që tash jashtë bigut të kanë hapësirën me vazhdu, po që për neve na vjen pak a herë do drama me i bë, po çato drama, ata thonë sa të vet duhet mi marrë me pozitivitet edhe me i përkrap prap. Zoja ka edhe para bigut kanë qenë. Domethënë një njoft, një ndo, mas ne i bigu i ri bashkoi. Drama në këtë showbizin, se e gjitha do më thonë, ishte që një analizë që u bë, kjo drama për t'i parë mbërëm në këtë paraqitjen e parë dhe për të tërheqë një vëmendje. Janë ndarë apo jo? Paraprakisht Zoja tha që ata, do më thonë, i kanë kërku njerëz me folë për ta dhe tek që nuk janë të folë njerëz shumë për ta, i vjen që janë bubajat qiftet me qëtë lloj trendi për kishe po ndohem e po kthehem, nuk e di, është sa një ma këtë më botë edhe nuk është e bukur me po, as nuk menej që do të më uprit mirë, në rregull, ata janë gatshëm ose çka do me bo me jetën e vet, edhe nëse dojnë me bo drama, nëse ndohen për një me, unë nëse isha ndohë për një me edhe nuk kisha kone sigur që kam u kthy prap ose s'kom u kthy, si kisha ik fotot heq, kisha prit, derisa të tregona serioze, dyqysh, nuk e di një farë nuk po du me i gjyku, ama nuk është diçka e bukur. Po jo se nëse janë lodh, nëse veç janë lodh, nuk janë çfarë që të interesu me ditë për çiftet. Se në momentin që dikush lodhet për një çifti, nuk interesohet as me ditë a janë bashkë ajo. Jo, mendova njerëz që nuk po e folin në televizione. Ndoshta është fakti që nuk kiç ka me diskutu, domethënë ty të mungojnë edhe fjalë kur don me fol për një temë caktuar kur një çift i hek fotot, ndohet, thonë ti ndohet dhe kthehet prapë bashkë. Kjo ndoshta mundet me qenë një arsyet pse unë si Aurore është shumë këtë. E tjetra është që Brikena dhe Mateo edhe mu kanë pëlqyer në formatin e Big Brother, megjithatë një lloj dashnie jo, po kanë dashnie ose s'kan. Njëna pyetyn sa e dashnia s'është me lloje, po nëse është me lloje s'është dashni, kështu që unë mendoj që ata kanë dashni, thjesht janë të bëj çto lojnat për me marrë vëmendjen, me rikthy se ju ka hub pak. Po edhe çfarë për që nuk mirën media shumë ata është që janë konsumu, të mësu të e boçit taktikën çiftet një herë që po marrin shumë haz, që po vlojnë si kafja, tani mas ne i po ndohen. Çifti vetëm nëse s'jam gabim është veç Luizi edhe Kiara që nuk e kanë bën një dramë të tillë. Përndryshe çdo çift tjetër i mundshëm që u dalë e kanë bën. Po se jemi në minutat e fundit dhe një treshe tjetër shumë të përfolur, mos prezencën e tyre në promovim të lundrimit e pashë, po diskutohet gjithandej. A ju la një shihet e keqe pak kjo, pavarësisht çka ka ndodhur? Shihet keqe s'm ka lënë absolut, se është diçka e prishme, se unë edhe gjatë kohës sa lundrimi është kam mena në beg, kur më ka bë pyetja kush ka me meti dëmtuar prej kësaj treshe, unë gjithmonë e kam thënë që lundrimi. Mu nuk po më pëlqen që në shumë faqe, shumë fonsa të pjesës tjetër pe kundërshtojnë lëndrimin edhe pëlqesin si një njeri jo realist dhe një njeri shumë të keq. Jo, sepse lëndrimin e kena pa me në formati çfarë sjellje ka pas me të dytë, sa i afërshëm më kanë dhe sa premtues u kanë në shoqni. Tjetër muhabet është sa ne qëndrojnë jashta, edhe që i ngulet thika. Që të mu ka bë pyetja edhe në kom thënë njerit që kam i ngul thika është lëndrimi. Edhe këto janë ato e po. Veç nëse nuk janë për vëmendje. Gjithmonë pe flasum edhe këtë. Jashta çiftet ka edhe pjesë tjera që bën për vëmendje. Po që shihet në raste të caktuara shihet që lëndrimi është i lënduar edhe me të drejtën e botës është i lënduar. Mendoj që për hir të asaj që kanë kaluar në beg, kanë qenë bashkë një treshe shumë e përfolur, e mrekullueshme, këta është dashur me respektu lëndrimin dhe me marrë pjesë. Por megjithatë ndoshta kanë qenë të zënë. Unë mendoj që nëse është prish një raport, na nuk e dina hala arsyen çka ka ndodhur dhe kujt ju ka ngul thika, cili do që ju ka ngul, unë mendoj që nëse don me prish një raport me dikon s'ka as çka me thirr, as ki çka me shku, le të vazhdojnë jetën e vet, s'kam pse më gjyku. Respekti për të kaluar respektohet edhe pa prezencën në evente, sa ajo është e tashme eventi, nuk është e të kaluamës, kështu që nuk besoj që mungon respekti, ama nëse veç lëndrimi ka thirrë dhe ata s'kan shku, s'më më thonë që është as mirë as keq, thjesht është okay. S'ka në isa. Besoj që disa çështje i zgjidhëm sot. Ju falenderoj shumë që erdhët. Edhe bashkë me ju do ta përfundojmë emisionin.